Zoti Islami, si e keni parë lajmin e fundit ku gjykata do thras Edi Ramën në çështjen Partizani, ku është i përfshirë edhe Berisha, pra një nga çështjet ku akuzohet vetë ish kryeministri Sali Berisha. A do ta prek spaku në këtë rast vetë Edi Ramën, apo kemi të bëjmë thjesht me një çështje rutinë? Kemi të bëjmë me një syve që u hidhet shqiptarëve nga drejtësia shqiptare, e cila është kupola e krimit dhe e korrupsionit në Shqipëri. Është drejtësia. Këta zotëri nderuar nuk hedhin dot asnjë hap nëse drejtësia do ishte në pozita siç e ka gjithë drejtësia botërore kur shikon të konstaton krimin. Këtu krimet konstatohen për ditë, shikohen për ditë, dhe drejtësia ndihmon kriminalin, nuk ndihmon qytetarin. Unë jam avokat, e di gjithë opinioni publik. Dhe si tillë do mbroj çështje të ndryshme që vijnë nga qytetarë të ndryshëm. Zotëri, shkon ai qytetari bën një kontratë qeraje me dokumenta falso dhe jo originale, me fotokopje, te noteri. Pronë në Tiranë, ajo kontrata qeras bëhet në Çorovod, në Skrapar. Këto s'kan në udhëtërin. Dhe mi bazën e kësaj kontrate falso pa asnjë gjë të ligjshme, ky sharlatani që ka bërë kontratën e qeras, që nuk ka fare të bëj pronari i trullit për t'i dhënë, për ta marrë këtë qeraxhi, ky shkon dhe hap gjyq dhe brenda 15 ditësh bëhet gjyq rufe, gjyq ekspres nga gjykata e Tiranës, merr urdhrin e mbrojtjes, merr urdhën me urdhër të ndërmjetën gjykata, urdhëron që të sigurohet padia e këtij sharlatani që s'ka asnjë lidhje me pronën. Pra, kemi arritur deri këtu sa që nga kontrata e qeras që ka bërë ky sharlatan me një person tjetër që s'ka lidhje fare me pronën, dhe nga vendimi i gjykatës, dhe nga vendimi urgjent i gjykatës për të siguruar këtë pronë, kemi të bëjmë me një vjedhje absolute, mashtrimi të pashëmbullt, dhe guxon pasaj ai nga që nuk u lejuan të hyjnë në pronën e ashtu quajtur të siguruar, nuk u lejuan për mbarrusët që të hyjnë, ai ka prerë flet gjoba pronarëve të ligjshëm të pronës, sepse nuk e lejuan, që në fakt nuk ishin ata që e penguan. I pengoi policia e shtetit sepse nuk kishin hartën e plan vendosjes së hartën kadastrale të pronës. Pra, zotëri, e solla këtë shembull, i cili shumë larg nga Tirana, është jashtëzakonisht shumë larg, te liçeni Thatë në Sauk, dhe gjyqtari guxon dhe merr një vendim të tillë, tërësisht abuziv, në shpërdorim total të detyrës dhe të funksionit që i ka në shteti, dhe i hedh njerëzit në vëllavrasje me njëri tjetrin. Kjo është drejtësia, kjo është politika, kjo është drejtësia e mbrojtur dhe e ngritur nga ky parlament sharlatanësh, të paaft për të krijuar, për të ndërtuar ligje, të paaft për të qeverisur këtë vend. Këtu jemi. Dhe kjo është situata, ndaj dhe unë ndjem i zgënjur, sinqerisht ndjem shumë i zgënjur, po vetëm që më vlerësojnë dhe më respektojnë qytetarët shqiptarë, dhe kur kalojnë në rrugë më falenderojnë për ato që them, kjo më bën që të vazhdoj të bisedoj me ju dhe të bëj intervista, sepse dikush duhet të flasi, edhe pse nuk shkojnë, fjalët e mia nuk shkojnë në vesh të atyre që duhet të shkojnë, por unë do t'i them. Po kur e gjën mbështetjen kjo politik dhe kjo qeveri
për të bërë këto krime në popull. E gjën tek mbështetja që jep Perëndimi. Dhe në fakt vrasjet e drejtësisë nuk janë këta. Vrasjet e drejtësisë janë aleatët tanë perëndimor, që mbajnë akoma marrëdhënie me këtë grup sharlatanësh, me këtë kriminal që quhet kryeministri i Shqipërisë dhe me këta hajdut pronash të cilët po e çojnë vendin në vllavrasje. Dhe objektivi i tyre është që të fillojë vllavrasje në Shqipëri, të përsëritet një 97 në Shqipëri, që këta pastaj të qeverisin dhe të marrin pronat e shqiptarëve. Zoti Islami, sa preket Edi Rama në këtë rast, meqense pritet të thirret nga SPAK-u, sa i përket çështjes Partizani, dhe a ka vërtet SPAK-u iniciativë dhe vetë gjykata e posaçme për ta çuar përpara këtë çështje për ta zgjedhur një herë mirë? Shiko, SPAK-u është një krijesë amerikane, siç na shpën deri tani. SPAK-u paguhet nga taksa paguesit amerikanë. Drejt kryetari i SPAK-ut tash bashkë me 2-3 tjerë janë thirrur dhe kanë shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe shikoj, domethënë që janë thirrur atje pa diskutim, që janë thirrur që të zbatojnë ligjin dhe të fillojnë arrestimet. Ata vjen atje dhe vinë me atë mend që kanë vajtur. Ata nuk guxojnë që të dënojnë dhe të arrestojnë, jo të dënojnë, po të arrestojnë krerët e krimit dhe të politikës shqiptare, që janë tërësisht një grup i strukturuar kriminal i futur në parlament dhe që bën ligje për hajdutët. Që nuk prezdi nga SPAK-u. Po, zoti Islami, vetë vizita e prokurorëve të SPAK-ut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga ana tjetër propozimi për ambasador në Shqipëri i një ish generali dhe një ushtaraku, po themi, a nuk përbën një simbolik të fortë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë edhe indikim shumë herë më të madh sa i përket goditjes së korrupsionit në nivelet e larta? Për këtë do flasim kur ai ambasadori të marrë detyrën zyrtarisht dhe të vinë në ambasadën amerikane në Tiranë. Atëherë do shikojmë. Dhe atëherë nuk do flasim që në fillim. Do presim të shikojë si do filloj punën, çfarë do bëj, çfarë do ndodh në marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Do presim zhvillimin, nëse do kesh zhvillime. Por tani nuk mund të flasim asgjë. Më bëhet qefi që kanë dhe e vlerësoj që kanë emëruar një ish general. Dhe një ish general patjetër që është burr serioz, është njëri serioz, është njëri që e njeh politikën në themel, domethënë horizontalisht dhe vertikalisht e njeh mirë politikën, dhe shpresoj që të bëhet diçka, por do presim. Në këtë rast, sa i përket vizitës së prokurorëve të SPAK-ut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mendoni se ata do të marrin ato udhëzime që kanë marrë edhe në të kaluarën për të goditur korrupsionin në nivelet e larta, ku një nga goditjet më të mëdha që është bërë deri tani është rasti Belinda Ballukut, dhe pas saj, a mendoni se mund goditet edhe Edi Rama? E para duhet ta them, Belinda Ballukut i ka marrë të keq SPAK-u. Po e ka bllokuar kuvendi, ka bllokuar Edi Rama. Prandaj i ka marrë të keqen. Domethënë SPAK-un e komandon Edi Rama. Po as bëhet fjalë fare. Po amerikanët ku hyn këtu? Se di, pyetini. Të dalin të na thonë çfarë po bëjnë. Tallen me ne, tallen me neve. Tallen, nuk e quaj talli. Besoj se ka një tallje, sepse përderisa janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe marrin udhëzime ashtu siç i kanë marrë herët e kaluara, do të thotë që ka një mesazh. Do të thotë që siç i kanë bërë herët e kaluara, kështu do t'i bëjnë dhe kësaj radhe. Ja, kjo do të thotë. Dëgjoj, mos më bën pyetje që mua më ngacmon, sepse unë do t'i them gjërat me emrin që kanë, se nuk dal dot nga vetja. Po patjetër, se për këtë jemi këtu. Nuk mund ta bëj, nuk mund ta quaj të zezën të bardhë. Se bëj dot këtë. Nuk kam as tagrin, as fuqin, as moralin, as domethënë nuk shkel integritetin tim. Zotëri, deri tani kanë bërë një vrim në ujë amerikanët me SPAK-un. Deri tani flasën bashkë. Deri tani Edi Rama u ka thënë hipni këtu në Istanbul. Atëherë janë serioz amerikanët? Apo nuk janë?
thjesht, shkurt, qartë, sakt, të na thonë. Në këtë rast, duke parë gjithë situatën politike në Shqipëri dhe vetë atë çfarë ka ndodhur përgjatë viteve të fundit, mënyrën si ka qeverisur Edi Rama, rasti Belinda Ballukut, a mendoni se do të kemi një ndryshim të mjedisit politik apo dhe të vetë pushtetit Edi Ramës, ashtu siç ndodhi në Hungari ku u rrëzua nga pushteti Viktor Orban? Nuk bëhet krahasimi me Hungari, nuk mund ta bësh. Sepse në Hungari kishte opozit, ndërsa në Shqipëri komunistët nuk e shesin njëri tjetrin, edhe pse quhen opozit. Pra, nuk ka asnjë lloj ngjashmërie me Hungarinë, dhe po ju them juve dhe shqiptarëve që Edi Rama nuk lëviz nga pushteti në qoftë se nuk e përmbysin ata që kanë në dorë të presin marrëdhënie diplomatike me të. Të deklarojnë dhe të thonë ti je një sharlatan, ti je një rrugaç, ti je një kriminal, ti je një mbështetës i krimit organizuar, nuk duam të marrim marrëdhënie me ty. Kjo gjë s'po bëhet. Edi Rama zotëri mund të rrëzohet vetëm nga jashtë, jo nga brenda. Ta harroj shqiptarët se mund të rrëzohet nga brenda. Komunizmi është gjën shprehje, gjën zbatim të plot thënia e asaj në përkës Nezmi Hoxha që tha komunizmi, i tha Këshë Musaqit në 89 komunizmi i ka rritje thella në Shqipëri. Praktikisht ashtu është. Derisa pash sot që pash në YouTube një idiot që fliste me atë gazetarin tek lajmet e mëngjesit dhe i thosh unë 170.000 lekë marr pension edhe mezi e kaloj muajin, po unë dua Edi Ramën, thosh. Ky popull jemi, ky lavazh truri është bërë këtyre njerëzve. Këta njerëz, pra ne jemi një turm amorfe, nuk jemi popull, ne nuk jemi njerëz, ne jemi një turm bagtish që bën çfarë që do i qefi ai që eksperimenton me shqiptarë dhe na ka kthyer në kavje.